Është mali i Pashtrikut i cili lartësohet në formën e terasave që japin një pamje monumentale. Kjo zonë karakterizohet me një lartësi prej 1989 metra dhe me një sipërfaqe prej 40 km2. 18 vite më parë në këto vise dëshmorët e kombit luftuan për lirinë e vendit, duke dhënë më të shtrenjtën e tyre jetën. Haxhi Hoti, i njohur si komandant Lleshi nga Rogova e Hasit, dhe dy dëshmorët Hysni Etullau nga Damaneku i Drenasit dhe Bejzat Krasniqi nga Negroci i Drenasit zhvilluan betejë të përgjithshme për jetë o vdekje, që një herë përgjithmonë kufiri i vendosur artificial mes shqiptarëve mos të ekzistojë më. Për nder të veprës së tyre u bën homazhe nga nënkryetari i komunës së Gjakovës Ramadan Hoti, përfaqësues të OVL-QK-s Dega në Has, përfaqësues të komunës së Rauvecit, përfaqësues të Krumës, të FSK-s dhe familjarë e miq. Mundin dhe sakrificën e rojve të kombit mas shumëtit e përjetësoj këto bjeshk, e përjetësuan këto bjeshk këto male ju dhanë pa vdeksin. Unë edhe njarë namën të familjes, namën të institucionëve të komunës Gjakovës ju falenderoj që 18 vite ishit bashkë me neve, e ndam edhe krenarin edhe dhimtën bashkë me juve. Nga ana tjetër, eprori ish brigadës 126 Hasi, njëherë dhe bashkëluftëtari Feta Begolli, evokoi kujtime lufte. Kjo rrugë ishte e shajt, po e shtrejt. Ishte e mundimshme, po domosdoshme. Është dhënë jeta me jetu jeta. E jeta jetohet atëherë kur çmohet. E çmohet jeta atëherë kur nuk i harrojmë këta që kanë dhënë jetë. Liria është gjëja më e shtrenjtë, andaj duhet ta ruajmë si sy të ballit. Kështu u shprehen bashkëluftëtarët dhe miqtë e rënjeve. Këta në momentin e ramjes thanë, ne nuk mundemi më. Se vërtet s'mundën se dhanë jetën. Po ju që mundeni vazhdoni. E ne që mundën burra, të dashur bashkëluftëtar, nduket se nuk e kryjmë këtë amanet si duhet. Dhe si rezultat në fund, kemi dy humbje, shumë kohë të hikur dhe shumë raste të humbra për atë dheun për vendin tonë. Nëse ne ndalëm e mendojmë pak atë kohën kur Haxhi Hoti me bashkëluftëtar tjerë e kalon të kufinin ditën dhe natën, kohat cilën kem kalu për 18 vite deri ku kem rri, unë jam thellësisht i bindun që ne në këtë kontest do të shohim edhe rrugën se ka do të shkojmë na. E familjarët thanë se është nder dhe krenari që patëm ndjem trima të japim kombit shqiptar. Ne sot i kujtojmë dhe ndjejmë për ta. Respekt i veçantë për familjen Hoti dhe komandantin Lleshi, lavdi e përjetshme. Pas përfundimit të fjalimeve për nder të kësaj dite, familjarët dhe miqtë vendosën kurora lulesh pranë varrezave të rënjeve, për t'i nderuar ata për kontributin e dhënë. Për ndryshe, me 14 qershor të vitit 1998, Haxhi Hoti apo ndryshe komandant Lleshi, Hysni Etullau dhe Bejzat Krasniqi ranë heroikisht në këto bjeshtë të Pashtrikut legjendar.